Në oborrin e objektit të ri të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë të Universitetit të Prishtinës, që nga mesdita po qëndron menaxhmenti i fakultetit. Zyrtarët e fakultetit kanë vendosur edhe 2 traktor si shenjë proteste, duke i pamundësuar kecit qasjen e 2 depo. Sipas menaxhmentit, rruga ku janë vendosur traktorët është pronë e Fakultetit të Bujqësisë. Kjo është rrugë. Po, jasë shumë. Çfarë? Deri që po, këtë zbrohë e jo, me letra e Universitetit të Prishtinës. Aja është instituti, prapë është e jona. Deri që po është me letra jona, me koordinata. Qysh do me zhjeti që çështja më zonë? Si edhe unë e kam zgjidhur këto. E kam zgjidhur katostër e kam. Katostër e kam zgjidhur, s'ka problem. S'ka problem na pru. Në objektin e ri të fakultetit do të zhvendosen shtyllat dhe telat e rrymes, mirë po që të bartën duhet që depot e kecit të largohen sipas prodekanit Fatgzim Latifi. Sot arsyeja pse kemi dalë në këtë protest, arsyeja ka qenë që keci është pengesë për realizimin e zhvendosjes së telave për funksionalizimin e objektit të ri të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë, një ndërtesë që është ndërtuar para 10 viteve, edhe kjo ndërtesë me menaxhmentin e ri kemi marrë detyrën, ne kemi hartuar një projekt për zhvendosjen e këtyre shtylllave para se ta renovojmë edhe një herë objektin. Kemi pas përkraje nga të gjitha institucionet, qeverinë e Kosovës, gjitha ministritë, arsimit, Ministrisë Planifikimit, Energjetikës, kostit. Është bërë një memorandum mes universitetit dhe kostit për zhvendosjen e këtyre, ka një pëlqim, ka një tender në mbikëqyrje të kostit, projekti është realizuar me sukses, ka ardhur në përfundim të realizimit vetëm me zhvendosjen e këtyre telave, për me liru hapësirën që mund të jetë rrezikshme për shëndetin. Kecit ju ka bërë një kërkesë me 7 korrik nga rektori i Universitetit të Prishtinës, e ka njoftuar të gjithë departamentin ose udhëheqësit e kecit për situatën dhe ka kërkuar që sa më parë këto depo të zhvendosen, të largohen, që të krijohet hapësira për zhvendosjen e telave me 7 korrik, domethënë para 6 muajve. Atëherë ne kemi pas edhe një takim dhe e kemi shpjeguar dhe direkt tyre asnjëherë nuk kemi marrë një përgjigje konkrete. Në një përgjigje për Kallzo.com, Kec tha se kjo hapësirë është në shfrytëzim të tyre që nga fillimi i operimeve të kompanisë, si pasardhëse e shfrytëzimit të mëhershëm nga Keku. Sipas Kecit, toka ku janë të vendosura depot është në kontest gjyqësor, andaj nuk mund të ndërmarrin asnjë veprim për zhvendosjen e tyre. Lidhur me të njëjtën tokë, aktualisht ekziston një kontest prasor i hapur në gjykatën themelore të Prishtinës nga një qytetar i komunitetit serb, i cili pretendon se prona është e tij. Procesi gjyqësor është duke u zhvilluar që nga viti 2022 dhe si palë shfrytëzuese, ne nuk mund të ndërmarrim asnjë veprim, derisa të përfundoj procedura ligjore. Në vendin e ngjarjes po qëndrojnë edhe zyrtarët policor teksa policia nuk ka dhënë përgjigje zyrtare për situatën.